Atëherë shikues, tashmë jemi tek pjesa e kuzhinës. Sigurisht që pas pak, nuk jam vetëm këtu, sepse pas pak do të na vi një personazh shumë i dashur për juve, gjithashtu edhe për neve dhe një mik e emisionit. Por së pari do doja që të falenderojmë sponsorët. Falenderojmë Kolegjin OAB, institucionin më të madh jo publik në Trojën shqiptare dhe lider të arsimit të lartë tash e mbi 2 dekada. Kolegji OAB ka hapur tashmë thirrjen për regjistrime të hershme dhe ju fton të nisni pranverën këtë vit në institucionin më prestigjioz për arsim. Për çdo informacion mund të vizitoni webpaqen aabviz.edu.net apo të kontaktoni në numrin e telefonit 048 999 006. Kalojmë tutje tek BSK, që është ndërtuar mbi standarde evropiane. The British School of Kosova është institucion edukativo-arsimor që u ofron nxënësve shkollim bashkëkohor në të gjitha nivelet e arsimit parauniversitar. Gjithashtu në BSK tashmë edhe do të mund të gjeni drejtimin më të ri që është i programimit. Kalojmë në diçka tjetër, pa ujë nuk ka jetë, e më i miri pa dyshim është ujë rrugove. Vizioni i kompanisë Rrugove është të sjellë natyrën e gjetur në bjeshkët e Rrugovës, brenda shtëpive në Kosovë dhe jashtë saj përmes produkteve natyrale dhe teje të shëndetshme, prodhuar pikërisht në zemrën e rajonit të Rrugovës në Kosovë në partneritet me komunitetin Rrugovas. E pifshi për shnet. Kalojmë tek pjesa tamam e kuzhinës dhe recetat e ditës, që recetat tona të kenë edhe më shumë shije për kujdeset Viva Fresh Store, ku mund të gjeni produktet më të mira, ku çdo ditë ju presin plot zbritje dhe oferta të shumta. Vizitoni dyqanet më të afërta të Viva Freshit për të zgjedhur produktet që ju nevojiten, ose thjesht bëjeni porosinë tuaj online. Zakonisht kur kemi mysafir, bëjmë një zgjedhje të shpejtë dhe këtë bëjeni në Viva Fresh Store. Unë sot kam zgjedhur të marr byrek ose mantia të gatshme, të cilat do t'i pjekim bashk. Por në anën tjetër e kam pasuruar edhe tavolinën me ëmbëlsira të ndryshme, siç janë tullume, toptha çokoladës e gjithashtu edhe sheqerpare. Nuk e di si i thoni ju, por unë i them sheqerpare këtyre ëmbëlsirave. Kemi marrë edhe gjithashtu dredhza të freskta, të cilat janë shumë të freskta dhe është koha e dredhzave, një ëmbëlsirë me çokoladë dhe gjithashtu pak djath, sepse pitja një farforme ose brumrat shkojnë shumë me djath. Okej, nuk po e zgjas më shumë, sepse ka ardhur momenti që të ftojmë edhe mikën tonë për sot. Kam nderin edhe kënaqësinë që sot mysafire në kuzhinën e emisionit të Diela Vlen ta kem, siç thash edhe pak më herët, një aktore, një grua e fortë e një artiste të publikut. Nuk po e zgjas më shumë, sepse dua të mirëpres zonjën Muradije Muriqi. Mirë, shumë faleminderit. Mirë se erdhe në Diela Vlen, kënaqësi që të kemi sot këtu. Mirë se u gjeta. Është një kënaqësi shumë e madhe sa herë që ftojmë një artiste që populli gjithmonë e ka vlerësuar dhe për këtë arsye jeni këtu ku jeni deri më sot. Faleminderit shumë. Me që se jemi në kuzhinë, muhabetet më të mëdha jam duke në bënë kuzhinë. A praktikon edhe në shtëpi të gjithë lidhen aty kur shohin duke përgatitur diçka? Patjetër, si çdo familje shqiptare që bëjmë muhabet, japim kënaqësi të ndryshme, japim ndonjë recept, shtojmë diçka, hiqëm diçka. Krejt komunikimi është, sidomos me gratë, po. Normal, komunikim familjar. E vërtet. Unë kisha preferuar me qitë ka një kafe njëra. E pini kafen turke? Turke të ëmbël. Të ëmbël, okej. Ashtu si që jeni edhe vetë, e ëmbël. Faleminderit. Zonja Muradia, e pini kafen turke shpesh, po e marr një ujë rrugove këtu? Zakonisht e pi ndoshta 3 deri 4 kafe në ditë. Po? Por me nxez herë si zgjohem, ka ora 6:30. O, sa herët po zgjojshe? Gjithmonë zgjohem ashtu, jam mësu ashtu edhe pa kafe nuk mundem. Më thonë, e përgatis kafen e pi, ndonjëherë me motrën, ndonjëherë me kënd e kam aty mysafir, o ndonjëherë shpesh edhe vetun. Po. O kënaqësi kur e pi kafen.
A je fanse e kafës kështu tamam kafe që me bo tron, me kajmak? Po, pak ma tron, me kajmak, po. Okej. Unë e qes të dyat për një herë. Prish punë dhe ashtu banë. Dikush një herë i nëzim pak, po këto po na kufizohet pak koha. A e pini kafën me motrat, me familjar? Apo keni edhe miket e juja? Ma shpesh me motrën, flasë kur zgjohem me nxesë, pastaj kur dalë në qytet, po dalë për ndonjë punë në qytet. Do me thonë, kur zgjohem është me telefon? Jo, zgjohem vetë ju. Pa në një signal. Jo, unë e lidha prej vetës, zonja Muradije, se kur e përmendët motrën, edhe tha që pini kafen me motrën, e mendova që e thrisni në telefon me kamera, sepse unë bëj ashtu. Jo, unë e kam aty, e kam shpet. E sa bukur, kjo shumë mirë. Me që se jetoni bashk, atëhere lumë si ti. Zakonisht e pim bashk. Kur e përmend e motrën, më ranë tërmend motra ime, e cila është shumë largë, është në Australi, edhe le që duhet me përshtat kohën, po edhe me thirë me kamerë me shiu kafën. Po, pa tjetër, ajo është një shije tjetër, ndoshta, po me gjitha te ambel. E si motra nuk ka. As një mike nuk është si motra. Që ju kishe thonë diku që nuk ka motra? E vështirë shumë, pa motrë shumë vështirë. Sepse të plotëson vendin e nanës deri dikon, jo nanën krejt, po të plotëson. Më pat pyet dikush, një mike më tha, ajo është e vetme dhe është me vlezër, veç s'ka motra heq, edhe më pat pyet tha, vlerë tha, qysh është me pas motër? Apo kupton, qysh është ndjenja me pas motër, se unë nuk e di. I thash, me pas motër, është sikur se me fol vetë me veti. Do më thonë, qaq e hap zemrën edhe i tregon gjana të tuat, si kur ja të regon vetës edhe me ndonë është, do me thonë, bisedë lishme prej shpirtit. Një bisedë si me folë në pasqyre. Po, pa tjetër. Unë për fatë mirë i kam 4 motra dhe 6 vlazë, po bashkë jemi mirë, bashkë përgjësi jemi mirë, sidomos me motrat, mua beti pak është ma i ofërt, mua bet pak ma i qelë. Qenë keni familje e madhe, zonja Muradije, 10 vlezër edhe motra. Po, ashtu, ja. Si është e jetosh në një familje të madhe? Veç ai që ka jetu, e ka përjetu, e dinë çfarë kënaqësi është. Sidomos kur i ke mirë, kur shkojnë mirë mes veti, kur kanë komunikim, kur e dojnë një tjetrin, respektojnë, ajo është një dashuri e papërshkruar, një kënaqësi shpirtërore që nuk mundesh me përshkru pa e përjetu. Kështu që unë e përjetoj zakonisht çdo ditë për arsye se na kemi një ndërtesë ku i kam vllazit në përkate. Sa bukur. Kështu që gjithë mlidhemi aty te unë se unë jam katën e poshtë. Edhe krejt mlidhemi aty, bëjmë muhabet, pim kafe, qeshim, këndojmë, vallëzojmë, gjithë bashkë. Do të thonë prej asaj familje, sa i kam 6 vllazë 4 motra, diku jemi 93 antar me mesa nipa dhe wow. Nuse vllazëve, nuse. Familje madhe, vërtet familje madhe, po kënaqësi e madhe. Është kënaqësi shumë e madhe, pasuria më e madhe, edhe unë menoj që ju veçone, po krejt shikuesi që në tuna për cjell, po të lakmojnë këto momente. Sepse në ditë sotit është e rrallë të gjesh një familje të madhe në një vend. Shpesh kur shkoj në teatr ose shkoj dikur me bon në një gjerim, ose çka bëj muhabet, kësaj edhe më pyesin dia thotë çysh është e mundur ende me pas me qenë kështu shumë njerëz bashkë, shumë familjar bashkë. Nuk e di, ndoshta dashuria e madhe nënës që na ka marrë mbledhur, edhe na ka bindë dhe na ka udhëzuar që me dash njëri tjetrin në çdo kohë, si patë si s'patë, ndoshta ajo ka bot veten edhe tash jemi shumë mirë mes veti dhe kalojmë shumë mirë mes veti. Kjo është një pasuri, sepse, si që thash edhe pak më herët, familjet sot janë shpërnda, pavarësisht edhe nëse janë shumë, nuk jetojnë në të njëjtin vend, edhe është problema. Shumë shëndur, falënderit, të mirë shumë. Mirë po duket, tash po shihojmë edhe po shumë. Edhe pak ëmbëlsirë po i qesë që tu ma ofër, kemi marë në Viva, edhe përbojmë ëmbël sot krejt. Pa tjetër, pse jo? Qka të pëlqen më shumë kuzhinë, me qënë se the që mblidhen më shumë ti tek ty, familjarët, qëfar përgatisni më shumë, qka pëlqeni më shumë, apo si krejt? Unë i kam 3 vllazën këtu dhe 3 vllazën i kam jashtë, po ata vinë shumë shpesh. Edhe kur mblidhemi, zakonisht unë gatuj.
normal gatuj gjellat ose tradicionale. Tradicionale, po. Kanë dash prej none, shumë, nona e cila ka pregadit. Po besoj që ka marrë dorën edhe pregadis, s'po thom 100%, po ofër saj. Kështu që i shijoj me kënaqësi shumë madhe se na mungon edhe nana shumë. Edhe tradicionale, ma shumë, pite, gjyveq, speca me mish, mish orizi, thomi na. Mish me oriz, ose aj orizi i kuq, nështë është ma tradicional, me biber të kuq edhe është shumë ma i shishëm. Mish e lakna me mishterun, pasull, në tavë. Gjana ndryshme cilat i kam përdor nana tona për para, dhe tashën aktuale dhe i shfrytëzoj njerës. Po vllazët e mi, sidomos familja jeme tradicionale në donë edhe çman shumë, kështu që zakonisht metëm të bëjë kësi lloj gjellna dhe jam shumë krenare që mundem i bëj, jam shumë krenare që më lidhen të unë, edhe bashkarisht i shijojmë dhe kalojmë jashtëzakonisht mirë. 93 antar të familjes është kogja një numër i madh, edhe sigurisht që duhen ndihmë, duhet me përgatit. Pa tjetër, unë nuk i bëjnë gjitha, po me afrojnë, me ndihmojnë. Pa tjetër, por e kisha fjallin, mendja më shkoj kështu të darës, ma t'ju duket s'keni nevoj heq as për meftu njerë, ka të shumë që jeni. Zakonisht, kur të na dikush ka ndër një darës, më thojnë, mos i thirë një mërisht një nda, se duhet me i thirë shumë, kështu që ma mirë thirë një visht madhin ose visht voglin, se për ndryshe janë shumë. Po knasi, knasi. S'na ndojnë, po knasi e madhe. E vërtet. Njeriu ka nevoj shumë gjithmonë gjatë gjithë jetës për mike, por kur i ke edhe motrat, është gjysma e të keqes që thojnë, sepse edhe po si pate ato mike, mjaftojnë motrat. Që motra është diçka tjetër në krahasim me miken që e ke të shpirtit, nështë e ritmet e kalu kod gjatë, e ki me kesh... Kë keni mike? Me kesh familjes, kështu. Miket shpirtit e kam Mirvete Kurtishin edhe Lida Shasivarin, që nuk i ndaj asnjëherë. Do më thonë mike që kemi punu bashkë. Kam edhe mikisha tjera, po që ko pasko i shoh, sepse jeta i ka largu, ka ndalë jashtë janë në përvendet ndryshme, po përgjithsisht mas shumë të rri me Altina Këtësarin, e Lidën edhe Mirvete Kurtishin. Zdo thot që me ato tjera të kolegi nuk rrim, po me këto rrim ashpesh sepse me Mirvetin me Lidën është ta edhe mosha, pak tash jemi në pension në Mirvetja, kurse e Lida është ende të punu. Që më lidhemi, e thirim një nga tjetër, në shkojmë të një nga tjetra, bojmë muhabet, rrim, knaqemi për ato kohë jetë, sa kemi 20 vite që kemi bashkë. Po mikja në krahasim me motrën, mikja është e mirë, është për gjithë shka, okej. Mirë, po motra është tjetër që, për arsye se ajo në gjdo moment, gjdo kohën është e gashme me qenë me ty e për ty. Sa mika mund të ketë në një punë ose në një diçka që nuk mund të afrojnë ndoshta në një ndihmë apo diçka që ti ke nevojë në qatë moment, kështu që motra është e gashme gjithmonë. Pavarësisht është ma reja, është ma vjetër. Po nisna për motrave të mia. E përmendët pensionin, që jeni tashmë në penzion, por me veprimtari as pak në penzion. Jo, kom pas fat se më thojshin kolegët misht sa vështirë është kur del në pension. Dhe zdia unë asë njerë nuk e kom prit, kështu që kam qka ka që vjen pension, vjen edhe kur zhozbohet. Mirë po në pata fatin e mirë se kur punon në ndash për pune, pak është e vështirë me përjetu, se dhe me thëmë ndonë që nuk je mu aty. Mendoj që nuk e pjesë ati vendin, po unë për fatë mirë si kom do në pension mas një muj, më kanë ftu një 2-3 filma, kem pas gjerimit 3-4 filmave, më ndej, po ta fatin më thirën serialin të veni dhe ku jam sot atë, që 3 vite. Kështu që nuk e ndjeva, unë e për ndjej tash që kam një mosh, kështu, po për punë nuk e kam një aspak. Sepse të gjithë e përshkruajnë si një periudhë të jetës kogja të vështirë kur del në penzion në moshën 65 vjeqare, sepse ndronë komplet rutina. Ndërsa për aktorët në këtë rast, nëse do t'ishte shpërblim kështu më i miri është kur jeni aktor mu angazhu pas pensionit. Unë e pata qatë fatë, më angazhun edhe po më angazhojnë po më thrasin, kështu që ju jam falenderuse, sepse më sigurisht andi në ryshe. Sigurisht. Sigurisht një është në ryshe, sepse pavarësisht që 20 vite i ki bon në skenë, në rasa teatrit, një është disi ma e... Haruar. Kështu që unë nuk e patë, nuk e përjetova atë fatë deri tash, po më ftojnë, po jam zakonisht në për intervistat ndryshme, në për seriale, në për filma, në për angjet ndryshme. Kështu që
Mirë jam, mirë. Si është komunikimi juaj me aktorët e rinj? Dhe si e krahason, më thënë, të qenurit aktor në kohën tënde, e gjithashtu edhe sot, sepse keni një bagazh edhe sigurisht që mund të bëni atë krahasimin edhe dallimin të mirat edhe jo të mirat. Teatri Hadishej, tash komplet e ka... Se une, më falë që për ta ndërpres, po vizë do ashta me lëshu edhe qitë fur, se harrova që kolegët e mi për drejkë sot jonë të one. Mirë, shumë mirë. Po. Shumë mirë. Shumë mirë. Po, zonja Adje? Teatri Hadisheju, në Gjakov, tash ka një ansambël krejtësisht ri. Me përjashtim të Lida Shasivarit, i cila më duket këtë vit, ka fundi vitit ose vitin tjetër del në pension edhe ajo për gjeneratës tonë flasë. Me thonë, krejt ansambli është janë ansambël të ri. Kom pas fatin me punu me ta, për arsye se unë, kur kanë janë punësu, kanë arë ku pas kohë 2, 3, 4, unë kam qenë e punësume, kështu që kemi punu bashkë. Nuk kisha me thonë kushtë tjetër veç se janë të mrekullueshëm. Mrekullueshëm kuptim që nuk e kanë atë ndjenjen që ti e ma vjetër ose je flasin rrinë me ty si me qenë njëjtës mosh. Ashtu edhe unë i kom pranu, dhe më thonë edhe unë kom folë, i kom afrunt njëjtën mënyrë. Për arsye se nëse i ndryshe atëherë nuk keme pas ata përsin, dashnin, respektin mes tyre. Na respektojnë shumë, na çmojnë shumë, edhe kur shkoj se unë zakonisht nuk muj me kalu ka teatri pa i mrena në teatr, pa qa po ndodh, apo kanë prova, kanë në shfaqe, na kanë thirrë dhe na kanë angazhu dhe në për shfaqe që kanë lujtë edhe pse jemi dalë pension. Kështu që unë ndinem shumë e lumtun edhe e përmbushun në kuptim të aktorëve të ri të cilët vërtet na kanë pranu mirë. Edhe i çmoj shumë, janë aktorë, vërtet janë aktorë të mirë. Edhe sot, për shembull, kur shkon dikun, ndihesh krenare që ke lënë dikon prapa, sepse është pasazh të kësaj gjeneratës tonë që kemi pru teatrin deri aty. Na kemi pas vështirë. Vështirë them për arsye se në atë kohë kur unë jam punësuar teatr, kushtet kanë qenë më të vështira. Tjera rrethana, njerëz ta kanë çmu ndryshe me punësu teatrit, domethënë ka pas fjalë ndryshme, paragjykime të mëdha janë, kuptim me. Mandej unë për një familje që është shumë e madhe dhe 6 vllazën, që është me shku në punësu teatr, nuk ban. Domethënë nuk e kam prit mirë, po ko pas kohë, me kohën, besoj që është thyja ajo, dhe tash po knash në kur përshot që po diplomojnë, po ka aktorit të reja, po ka aktor të ri. Është kënaqësi e madhe, sepse na në atë kohë jemi shku ndoshta veç me mbulu vendin, me boni me ju ndihmu, ose me edhe kështu i kemi mbet aty. Po jam krenare që kom punu atë kohë, e kom rri këtë kohë, edhe po për cili këtë kohë deri kur mundem, për arsye se gjenerata, se cila gjenerat më mirë se tjetra. Zonja Adje, përmendet pak paragjykimin edhe se si dia 6 vëllezër edhe të shkoj në aktrim, por realisht, a ka pasur ndonjë ndikim tek vëllezërit ndoshta këto fjalë? Unë për fat mirë i kam shumë të hapur. Kështu që na shumë komunikojmë me zvetje. Dhe në kur i kom thonë nanës po du me shku në teatr, nana njëherë më ka met për arsye se ishim situatën familjare, kishim asisoj që u ju duke me mendu. Jo me ndalu, po me mendu. Me mendu, po. Edhe unë i thash, unë e kom vendos me shku, pra nëse ju thuni mës me shku, nësë shkaj. Edhe i therdhën vlazit, çka ka të rejtë, thash kështu, jo, s'ka problem, hajde na që deri aty, bisedo, se më thiri më ftoj Hadisheu, indjer, aktori jonë i madhi pazarësushëm. Edhe shkova, pata fatin, hyna në audicion, në pranova, edhe më plëcu dëshira me qenë komunikim me publikun. Po vllazit e mi asnjëherë kur, asnjëherë një fjalë nuk ma kanë thonë. Ju kanë thonë njerëz kanë folë, shka s'ju kanë thonë. Por që nuk kanë ndikuar dhe nuk kanë qupesh. Ata nuk kanë ndikuar. Për kundra zinona i organizoj, se unë jetoj në Pej, kom jetu në Pej, edhe i organizeke me 2-3 makina, veshin komplet mi pa premierat, dhe më thonë asaj kohë vitet e 10, dhe më thonë, ishte një knasi kur vishin, sepse atër nuk ish makina shumë, edhe kur mbledhshin, u duke me thirë një djallë dagjes, a di kanë për me vozit, me pru. Kështu që vishin i shifshin premierat edhe u ktheshin. Kështu që me familjen kur nuk kom pas paragjykim. Kom dhe gjupi tjerve që kom në shoshni, diku që shtu, po nuk më ka bu përshqip, se si kom pas atë kompleks.
Qka të mësoj karjera, jeta në përgjithësi? A ka diçka që e ke mësuar më vonë? Shumë, jeta të mëson gradualisht. Jeta nuk mundesh me thonë që unë tash i mësova dhe mori fund. Ja, se cilin herë mëson diçka të re. Dhe unë e kom pas fatin, kom mësu, po kom mësu të mira, gjana të mira, sepse u punësova një institucion që vërtet ishin aktorë, jashtëzakonisht mirë, edhe njerëz të mirë, edhe kom kalu mirë, kom jetu mirë, i falenderoj disa janë, disa s'janë, pambarësisht edhe atyne që s'janë edhe këta që janë. I falenderoj për arsye se më kam prit mirë, kom kalu mirë, jam nisi si në shpiteme dhe merë malli për atë vend, merë malli për drasat e skenes, merë malli për kolegë cilët nuk i kam mo. Po, kjo është jeta. E vërtet, kjo është jeta. Në rolin e fundit tani që keni në serial, keni një rol kogja simpatik, por gjithashtu edhe shumë të diskutueshëm, ndoshta tek njerëzit. Do doja të di se si inspirohesh dhe a familiarizohesh me rolin? Atë ka rënë të rish me personat të tillë, ose diçka që të lidh, ta lehtëson pak punën? Tash unë gjyshe nuk e mbos se nuk e me martume, po fëmijët e vllazën, më thojnë, hall ti po dukesh ashtu që shi në shpe. Një gjyshe e vërtet për mbesat edhe për Unë se kom për jetu, po tash mosha e bot veten edhe ndihesh ndryshe, kuptohet, po unë një kënaqësi për këtë rol kur dal në qytet edhe mbledhen fëmija nuk më lanë me lëviz me ecë, edhe gjyshe. Ajo është një kënaqësi vërtet e papërshkrume dhe është e amel për aktorin. Skena ta ka dhënë këtë titull, ta ka dhënë këtë emër. Faleminderit, edhe nina shumë krenare që e shohin fëmijët, sepse kur më lidhen ose afrohen te televizioni për me pa diçka, është e mirë kur fëmija e kupton edhe fëmija e pranon. Do thonë, sepse fëmijët nuk din me rrejt, nuk din me... Edhe kështu që nina shumë mirë, roli në fillim jam frigu shumë që më ka duk shumë për arsye se isha ku e di unë që tash e marrin sepse unë seriale s'kom lujt, edhe thësht atash kur paraqitesh për herë të parë, atë pranon publiku as të pranon, po fatin e mirë edhe ku po ku po dal pesha që e kam pranu mirë edhe po ka komente të mira, ka edhe komente kritike, ka njëherë që është normale, edhe unë po kënaqem si ato kritike, si këto, po më pëlqen ose po më konvenon për arsye se kam qatë titull, jam aktore dhe po besoj që pe e plasoj sa duhet edhe ç'është duhet. Realisht, zonja Dije, edhe unë po e shijoj shumë këtë intervistë me juve dhe dukesh një person shumë i plotësuar, edhe kjo më bën shumë krenare edhe për juve. Dhe nuk e di sepse po emocionohesh, por në momentin që i përmenden, do më thënë, puna e gjyshes ose diçka të tillë, unë pa u menduar fare, them që je shumë e fat, që je plotësuar nga nipat edhe mbesat, e gjithashtu edhe nga fëmijët që të duan jashtëzakonisht shumë, dhe të ke marrë një epitet ashtu siç edhe e meriton në jetën tënde të karrierës tënde. U emocionova për arsye se mosha e bën vetën. Dashte s'dashte. Emocionohesh. Ajo, emocionohesh. Je ma ndishme, dhe më thonë, i ndin gjanat ndryshe, sepse ka kalu një kohë, ki kalu në për barierat ndryshme. Edhe emocioni, unë e besoj që është shpirti njeriut. Është shpirti dhe njerëzor. Edhe ajo qelësia ose pastërtia e njerit i cili e marrë mrena për mrena. Unë e kom pas fatin e mirë, po them edhe njerë, edhe do zoti kam shëndetin edhe ky serial vazhdon, ashtë sa ka nevoj me vazhdu, sa e shiqojnë, po për të fëmijët, sidomos, unë i du shumë, pavarësisht na kemi plot fëmijë, edhe kur më lidhem i verës që vinë vllazët, do të thonë pushimeve, gjithë rinë afër meje, ose ju tregojnë ndër një prallë, ose ju tregojnë ndër një tregim, ose i marri qes dikon me shetit, ose vazhdimisht jam me ta dhe
është knasi e veçantë, është knasi që s'përshkruhet. E vërtet. Pavarësisht se sa zgjatin gjanat, janë thjesht projekte edhe vazhdojnë vinë edhe të tjera që njeriu e përmbushin edhe plotësojnë me rëndësi që ta kemi shëndetin edhe ta kemi jetën përpara për me vazhdu tutje. Shëndeti është gjithmonë shumë i rëndësishëm në jetë. Zonja Adie, nëse nuk do t'ishe aktore, çfarë do t'ishe? E ke menduar ndonjëherë? Po, e kam menduar shumë herë. Unë, në fakt, kur kam shku më regjistru në Prishtinë, në fakultet, në vitin 76, kam qenë nxënësa më e mirë në Pej, dhe kam shku me dëshirë më regjistru mjekësi. Kam shku, jam pranu, na kanë qitë, sikur për para i qitë shënderë. Listat, po. Edhe kërkonin me shku, mi që 2 fotografi për indeks në atë kohë. Edhe kur jam shku e kom pa jam një listë, edhe jam shku i kom po fotografit, jam shku për i gëzimit se kom pas dëshirë me studiu qatë, me mësu për mjekësi. Kur kom shku nuk është emni. Edhe tash atëherë nuk ishim na mundësi me fotografu me telefon që me pas dokument. Po e shifshe se shifshe, tash aty edhe met me rak, për arsye se nuk isha shku me në një qëllim tjetër, u mërzita shumë edhe nuk kam shku në shpejt 2 ditë, edhe i nanës i thësha, halas i kanë qitë, se më vike kesh mi thonë nanës, se me një sukses shumë bullor, që shmunit me smet pranu, plus po del emni, edhe kur shkan, I bie si kur një gënjeshtër. Po, edhe kështu që se kisha guximin mi thonë nonës që edhe pas ta jem shku të djali dajës, Ali Loj, që se dhja ju kara me ndëgju, për ta është politikisht, ka qenë i burgosën të edhe nishin. Kom shku ta e me qa ishte në Prishtinë, thash qështu, është e mundu, thash, unë nuk e di që është e mundu, në meta pa u regjistru. Edhe e mandej shku në fakultet ekonomiku regjistrova pa dëshirë, sepse sa për ta regjistrova? E regjistrova, kreva, po qyshe regjistrova, su interesova dhe kështu që për fat mirë më dha mundësia më punësu në teatr në Gjakov, sepse folklorin e dushom. Kom qenë një ndërvalltaret më të mira në Kosovë atëherë, dhe më thonë jem shpërblim me shenjtarët, kom qenë një ndërvalltaret që vërtet jam kërku shumë konë, edhe mandej dashnia e madhe ndaj folklorit kisha dëshirë me mjetë skenë. Tash në skenë ti me shku me bo një koncert diku, më këthy, nuk ishte në ishte knasi, po nuk ishte diçka që mund është me vazhdu për jetën. Kështu që mu dha mundësia me lujt një shfaqe në Deçan, aty më ka pa adiu, edhe është interesu, më ka komuniku, kemi bisedu, jam shku i kom hi në audicion, u pranova për fatë mirë, edhe 20 vite me të në teatrën. E do të mbetesh. Krenari shumë. Edhe shumë vite tjera. Më intereson të dje dhe diçka tjetër, jeta si aktore, atë ka kufizuar ndo një gjë në jetë? Jo. Unë e kom dashë që tjetë që të kom vazhdu dhe nuk më ka pengu për kur gjë, mirë po, unë s'kom dashë dhe kom nejtë, kështu që shkom nejtë. Ka interesu karjera ime. Karjera, po. Ka interesu, e kom dashë me mishë shpirtë dhe i du dhe sot. Unë marrë pjesë filma, në seriale e krejtë, po teatrin e kam pikë të dobët. Në më thonë, kur hinë teatr, unë gjdo pore, gjdo pjesë ose levizje gjakut tim, leviz edhe rigjarëllumat. Sepse nuk, që ashtu e përjetaj. Edhe kjo është zgjedhja ime dhe nuk më ka pengu për kur gjo. Fillim ka qenë thash, ka qenë vështirë. Po, ato, për para gjykimeve të ndryshme, që diku i kanë lënë njollë, diku i jo. Po unë nuk e kom pas atë kompleks, për arsye se familjen e kom pas krah. Edhe nuk më ka bo për shtypja, thu ti aj tjetëri, që pa thot. Kështu që ajo më ka ndihmu shumë edhe një jetë, edhe është më katë me thonë më ka pengu, kur nuk më ka pengu. Nuk më ka pengu, po unë e kom dashë tjetë dhe kështu kom vazhdu. Një jetë shumë e bukur. Faleminderit. Në fakt, do doja që të pyes pak me qënë se po i përmend non-stop teatrin edhe drasat e teatrit. Sigurisht që ka një aromë komplet Pa tjetër. Të këndshme për ty pavarësisht vjetërsis që mund të kenë ato drasa. A ke memorje të vjetra dhe a do të veçoje ndo një rol që ende e di fjallë për fjallë? Kom lujt role shumë, edhe kur lunë role shumë e nuk përsëriten, edhe harron. Edhe harron, pra ndaj për të pyes. Kështu është. Po nuk kam në një, që më thonë, që kisha mujt me... Me ndonë, po.
nuk kam dëshirë kur kujtohet se ta thush, kom qef me kujtu ashtu që është. Kështu që ma mirë për rrim rahat. Unë e një u dhe 2 punë, kështu si shumë Ani mirë gra. shumë. A i di Shko që ke lodhë, të i të hollu, ke lodhë, të i regadit. Jo, veç kolegët më ndej mund me më thonë, unë dzeve ti në muhabet këtu. A, që janë këta të viva fresh. Okej, sa grad po më thot këtu? 200 ose 210 grad, 25-30 minuta. Perfekt. Shumë mirë. Mas mirë e Gjithashtu ki 200 mundeni me grad. shfrydzu në këtë pjatë. Në sa grad Mas po më mirë e thu? kim 200 A, gradë. në 200, okej, hajtë po të ndëgjoj. Ti që t'javash, ma mirë. Shumë ma mirë. Mirë kanë dalë të gjana tash. Por toj gjinja me punu me bo punë shpisë. 200 e lashtë në gova. Okej, besoj që të delë mirë. Në fakt, unë gjithmonë marrë mendime, sidomos për përgatitjen e ushqimeve, pavarësisht që ma merr mendja që e di, prap se prap një telefonat shtesë, për shembull, e ban. ose tek gjyshja, ose tek nana, E dikush, varet kujt ja kam vjedhë recetën. Po, ku ja ke marrë? që me vërtetu ma shumë. Po. Ai që donë kuzhinën, mësoj që donë gjithë shka. Sepse kuzhina është... Nuk është veç mu ngopë. është një farë lloj arti në veti. Më thonë, vërtet është artë. Edhe une zakonisht kur une kam jetu vetë në Gjakovë, dhe më thonë se familjen i kam krejt pej, edhe asë njëherë s'ka ndodhë kur jam ullë me angër bukë, pavarësisht ta mëngjezin a dreken, s'ka ndodhë mi pas ma pak se 4-5 pjata në tavolinë. Sepse kam shumë merak me dekoru, kam merak me vu bukur, kam merak... Adin edhe ato ushqimin që shijon me shiu me... Me servu bukur, po. Kam merak shumë. Kështu që zakonisht miqtë dhe familja më thonë, leja një kësaj se kjo din mi qëndis ato. Ditlindje, pastaj edhe festa, bajrame, vitrije, gjithaj kanë ato dekore se veta. Mesinat nuk i marrë shumë, nuk i kam baj, po nuk i si du fort. Me bo me qilu baklava, dikon rëzik, po... Baklava e ka edhe marifetin ma ndryshe. Këto tjerat, edhe unë realisht, me ëmbëlsira nuk është se i kom punë shumë mirë, po kur janë të gatshme kështu, me ëmbëlsu pak, okej. Unë i baj, po më në i shërbej, po kështu si kam merak. Baklava me bo me pas dika, nuk nalna, më pëlqen, shumë pëlqen. Nështë apse me nanën, kur kam qenë shumë e vogël, i kam dimu me të hollu, edhe ajo dashuria ndaj nanën është... Si ka qenë lidhja me nanën, me qënë se po e përmend është e dyta ose e treta herë, si ka qenë lidhja me të? Na kemi qenë 10 fëmi, po unë kam qenë, kam pas një fat tjetër për krejtë fëmive. Më ka humë, do më thonë, në ala baba edhe nana, nuk disha si me dash nanën, sepse isha shumë e lidhën me babe. Edhe kam hjek shumë, një 2-3 vite kam hjek më këthy dashnis nanës, sepse nuk e kom pa, thjesht, kur e kom pas babe, nuk e kom pa qash, kam qenë shumë e vonë mastina. Edhe pastaj, kur kom rri me arrit me dasht, më thonë, ajo as një gjanë se ka bo pa qenë unë. Edhe unë jam mesi arti i fëmive, dhe më thonë, mesi jam. Kështu që kom pas një mosh që i kam mujtë mi hinder kra, edhe i kom një mu shumë, edhe më ka një mu shumë. Më ka përkra shumë, më ka kuptohet nona donë, nuk është që s'dënë, ka nonë që se donë fëmine vetë, po gjdo gjo kemi bo bashkë. Nështë edhe për ata shumë gjonat saj, sjelljet saj, qëndrim, karakter, vendosmëri, këto kreti kam për saj, falë saj, afërsis saj me mu. Nuk është që edhe atë tjertë si kanë, po në pak i kam ma shumë. Po, në fakt, lidhja e një vajze me babajnë është aq e madhe, mendojmë që është e madhe, sa që kur një ditë se kemi më, mendojmë se si ta duam nanën. Pastaj kur i rikthehesh nanës, e sheh që qenë ka pas ke pas një dashni shumë ma të madhe për të dhënë e nuk e ke ditë. Nuk e ke ditë, është vërtet. A përshkruhet kështu me sa e kuptova unë? Shqo, zakonisht vajzat i dojnë babën ma shumë. Më shumë, po. Kjo është dëshmu, do me thonë, nuk është që për thomë une, po kjo është dëshmi për i tjerve, ma herët. Mirë po, unë vërtet e kom dash shumë. Unë asni levizin shpisë se kom bo pa qenë baba. Që që me nane në fillim kom qenë shumë eftoft. Zdisha si mu afru. Ajo ma fronte normal, po unë nuk u pajtojsha, qysh nuk është ajtash, ku është ajtash, apo këtanë edhe ishte shumë e vështirë. Me gjithate,
nana e fort stoike, heroin që muj me thonë, në ka mbrojt, në ka rujt në nëmbrellën e vetë, edhe asnjëherë s'ta kalon mu largu pi tjetër. Në më thonë, dhjetit, na jemi rrit, jemi eduku, kemi kry fakultete, jemi shkollu, ka ndalë, krejt të dhjetit, na kemi qenë në nëmbrellën e saj, kur ka dashtë ajo e ka hapë, kur ka dashtë e ka mbyllë. Në më thonë, asi raporti kemi pas me nanën që vërtet na ka orientu, na ka drejtu një jetë mirë, një jetë drejt, edhe jom krenare edhe për vllaznit edhe për motrat, për arsye se askush deri sot nuk ka dalë me thonë fëmijët e kësaj ose atina janë kështu ose kështu. Duket pastaj sot në raportin që e keni, është një punë e madhe mbrapa, shumë vjeçare, sepse nuk do t'ishte... Normalisht, nuk ishin ky bashkëpunim, ndoshta ose kjo afërsi mes familjes, ka që madhe, për mos t'ishte nona ashtu. Jemi pothuajse edhe nga fundi i bisedës, zonja Dije, dhe do doja të di, me që nëse jemi ende tek prindërit, i ke vënë re karakteret e prindërve të tu tek vetja? Po. Pas një kohë? Po. Unë si kam fillu më vërtet me marrë vendime, ose me folë, ose me marrë në një vendim qofë për punë, qofë për diçka, e kom pa që e kom delin e babajt tim, edhe qëndrimin e nanës time, edhe e vrej, edhe e di, edhe krejt më thojnë, ti e komplet si nana, dhe më thonë ma shumë i gjasaj nanës. Në pamje? Po, ndërsa për veprime, për karakter, për qëndrim, për këto, thojnë krykput babaj. Edhe jam e lumtun që jam ashtu, edhe jam shumë, unë e sot, kur unë nisa për këtu, ju thash që do të vi edhe ishte ajo fjala e vanë, edhe për fat, kur dalë prej peje, makinë, njëna gomë me makinës, plasi, edhe ma shumë u frigova, isha ngushtu që s'po muj me mri me ko, se që makina u damtu. Edhe unë ala e thira vlauni, thashë unë pelo makinën që tu, hajde njëse unë e përshkaj po vazhdoj me autobus, a makinë po e nalë e dikan, pra arsy se unë e duhet me mri gjithsesi në ko. Ajo labëm të vëllaj kretë me pas nuk mundesh, sepse u vonove, adi? Edhe ta man erdhen vlaznit, unë e nalova një femen kishën me makinë, nuk e dita ku do me shku, ajo kish pas me shku dhe në klinë, Tash hajde po vide të ura klinës, nur klinës i pa një autobus, edhe kështu që, edhe për fat keq, se zakonisht na, kur pe kemi qëto vajberet dhe qëto parëm edhe me qitë pare, edhe oferta kish kalu, as nuk më sham ju thirë, as nuk, kështu që unë jeva shumë keq. Në fakt, po ndihem shumë e vlerësuar, besoj edhe unë, edhe i gjithë stafi që sot na ke ardhur në emision. Falenderit për ftesën, po unë pata shumë frikë që s'do të më rri. Edhe nuk unë i varhatat për asë një sekund. Rrit drejt, thojnë zoti stup, kështu që kur rrit drejt, rruga dele, dhe kur me ndonë bukur, fjalla e dënë. Ishte fjalla për karakterin edhe për fjallën, dhe më thonë, mua ala nuk më ka ndodhë, dikuj mi thonë dhe po, e mësë me shku. Edhe unë e kështu ashtu, qysh do që të kisha mri, kur të kisha mri, kisha thonë që ta shërda se s'pata qa me bo, se ndodhi, këtu janë gjana që ndodhi. Edhe për fatë mirë, mrina, pak me vones, po, mrina. Edhe ne që gjithmonë do të mirë prisnim. Kështu që faleminderit shumë që ishe pjesë e Djela Vlen sot, e vlerësoj dhe po ndihem dy fesh më e vlerësuar kur e kuptova tani se çfarë ka ndodhur gjatë rrugës. Gjithsesi të uroj suksese, jetë gjatë, shëndet, lumturi e harmoni, kështu siç e ke kompozuar jetën tënde. Faleminderit juve, faleminderit televizionit, faleminderit për gjithë shka dhe faleminderit që keni dash me da ko me mu. Faleminderit shumë. Gjithmonë, zonja Dije. Suksese, faleminderit shumë. Shikues të dashur, besoj që u argëtua